Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Sonte do të diskutojmë për shqiptarët dhe islamin. Sa janë shqiptarët religjioz me të vërtet, sa ka Kosova musliman sezonal e sa të tillë që me të vërtet e praktikojnë islamin. A ka secilën ditë e më shumë të rinj që po I kthehen fesë? A është islami në kundërshtim me modernitetin dhe atë që është moderne? Deri në çfarë mase shqiptarët e fshehin identitetin e tyre musliman prej frikës se mos kjo po I shqetëson miqt perëndimor, sidomos Amerikën. A na bën kjo dyftyrës e hipokrit apo thjesht praktik në kohën e vendimarrjes për statusin? Mysafir të sonte për të diskutuar këtë janë Hysamedin Abazi, imami I xhamisë 4 Lullat në Prishtinë. Ekrem Avdiu, hoxh nga Mitrovica, Blerim Latifi, sociolog, Valon Syla, zëvendës redaktori I Ekspresit që raporton për religionin, dhe Baton Begolli, qytetar dhe besimtar. Mirë se erdhët. E tash, me bismillah, zotni Abazi, sa ka Kosova musliman sezonal që I respektojnë rregullat vetëm gjatë Ramazanit e sa të atill që e praktikojnë gjatë tën vitin? Bismillahirrahmanirrahim. Padyshim që ky është një realitet që nuk është vetëm në Kosovë, po është edhe mund të them në çdo vend. Çështja e asaj se do thotë disa musliman janë musliman sezonal si po I quhni ju, e që besimin e tyre në aspektin praktik e shprehin vetëm në festat të caktuara apo në rastet e caktuara. E çysh I quhni ju këta njerëz për shembull? Na I quhim musliman. Shqiptar musliman apo bosnjak musliman apo çka do që janë, por musliman janë, padyshim janë musliman. Nuk dallojnë për atyre që praktikojnë dhe I falin 5 herë në ditë? Padyshim që dallojnë, do thotë edhe vetë ju kur po flasmi, do thotë se disa janë do thotë ata që e praktikojnë, për shembull çështjen e namazit apo obligimeve që I kemi në aspekte do thotë edhe më të gjëra jo vetëm të namazit, edhe ata që nuk I praktikojnë, për shembull ata padyshim se nuk kanë mundësi të llogariten krejt të njëjtë, por neve padyshim që I llogarisim të gjithë që janë musliman, edhe si të tillë janë. Zotni Avdiu, a mundesh edhe sipas jush me qenë muslimane mos me I përcjell të gjitha rregullat si falja në namazit 5 herë në ditë, mos pirja alkoolit, a mundesh mos me I bë këto edhe me qenë musliman? Po ka dispozita të cilat e përcaktojnë përkatësinë e dikujt në islam. Do të thotë nëse njeriu e shqipton spaku një herë në jetë dëshminë e besimit që I themi ne shahadeti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ai automatikisht bëhet musliman. E pastaj sa është musliman, do të thotë të vlerësohet mbas të asaj se sa është aktiv, sa I praktikon mësimet edhe udhëzimet e islamit. Ne unë si hoxh, po edhe kolegu im Hysamedini edhe kolegët tanë në përgjithësi, nuk bëjmë kësi klasifikime për arsye se do të ishte ofenduese për njerëzit për shkak se ti trajtojmë atë që vjen 5 kohë në xhami, ta trajtojmë ndryshe, atë që vjen për shembull vetëm ditën e xumah, ta trajtojmë ndryshe. Nuk e kemi këtë kompetencë. Llogaria dhe bilanci I tyre mbetet te krijuesi fuqiplot. Edhe pse realitet është se ka musliman sezonal, ka musliman të Ramazanit, respektivisht praktikant apo praktikues të islamit gjatë Ramazanit, ka edhe të atill që janë të këtill edhe jashtë Ramazanit, por të gjithë mbeten musliman, intensiteti, me thonë, I devotshmërisë së tyre apo I praktikimit të tyre të mësimeve fetare dallon normal. Do të thonë mundesh me pi alkool edhe me qenë musliman? Po, nëse konsideron se pirja e alkoolit është vepër e ndaluar, do të thotë e pranon se je duke e bën një vepër të keqe, je musliman. Nëse e mohon se alkooli nuk është I ndaluar, do thonë e mohon thu, jo, alkooli nuk është I ndaluar, është I lejuar, atëherë përfundon lidhja e atij personi me islamin, juridikisht. Zindativi, sa janë shqiptarët popull religios sipas jush? Në shoqëni, sa shoqënia shqiptare religjioze? Po shikoni, më përgjigj në këtë pyetje është pak vështirë sepse deri me tani asnjëherë nuk është bën ndonjë hulumtim gjithë përfshirëse dhe empirik për me arrit deri te një konstatim se sa janë shqiptarët religjioz. Asnjëherë deri me tani nuk është me metoda shkencore, sociologjike, ndonjë hulumtim empirik shkalla e religiozitetit të shqiptarëve. Mirë po, ne mund të themi duke nisur nga disa konstanta kulturore dhe historike, mund të japim pak a shumë një përgjigje në këtë pyetje se cila është shkalla apo niveli I religiozitetit të shqiptarët. Unë mendoj se
janë e pyetje 3 konstanta kulturore dhe historike, të cilat na mundsojnë të dim pak a shumë se cila është shkalla e religiozitetit apo deri në çfarë niveli e kanë të zhvilluar domethënë ndjenjen fetare shqiptarët. Cilat faktorë? Para konstantë është e drejta zakonore shqiptare, domethënë të cilën siç e dimë njohim me emrin e kanunit të Lek Dugazhinit. E drejta zakonore shqiptare e cila ka pas ndikim shumë të madh në jetën e shqiptarëve për shekuj të tërë. Ka një karakter tërësisht laik. Kanuni i Lek Dugazhinit nuk është religion. Është një drejtë zakonore e cila ka rregulluar jetën sociale të shqiptarët dhe e cila ka pas fuqi më të madhe se sa religioni, qoftë krishterimi, qoftë islami. Dhe është një drejtë zakonore tërësisht laike që nuk ka asgjë të bëjë me ndonjë kod moral që lidhet me Zotin, me hyjnin e kështu me radhë. Dhe kjo ka ndikuar domethënë atë laicitetin e shqiptarëve domethënë. Konstanta tjetër është karakteri i nacionalizmit shqiptar, si ideologji kombëtare shqiptare. Nacionalizmi shqiptar është një nacionalizëm transreligjios. Ai është ndërtu duke i transcendu, duke i tejkalu dallimet fetare. Sepse vetëm kështu nacionalizmi shqiptar ka arritur me kriju vedijen se të gjithë shqiptarët i takojnë një kombi, një njësie. Edhe treta është periudha 50 vjeçare e komunizmit. Siç e dim, komunizmi ka qenë një ideologji e cila ka pas një ateizëm sistematik edhe konsekvent. Edhe një periudhë prej 50 ose 60 vjeçare. Trijat këto kanë ndikuar që ne të jemi më pak religios? Po të trijat këto konstanta e kanë prodhuar një rezultat. E kanë krijuar një sistem të vlerave në të cilin religioni është në rang të dytë. Nuk është në rang të parë, nuk është në epicentër të jetës sociale, po është në rang të parë. Si kanuni, si nacionalizmi, po ashtu edhe përvoja 50 vjeçare në regjimet komuniste. Po mesim këto Valon Sylla, me këtë mbiemën, Sylla, je musliman? Ani është musliman? Jam agnostik, besoj në Zot, po jo ndoll. Sa i përket debatit se janë kosovarët religjioz, mendoj që kosovarët janë shumë pak religjioz, edhe kisha marrë shembull këtu, ky përmendni që s'ka pas hulumtime. Nuk ka nevojë me pas hulumtime, mendoj, për arsye se nëse marrim dasmën ose martesën, që është edhe ritual religjioz, edhe e shikojmë qysh e festojnë ose organizojnë dasmën kosovarë. Kosovarët në shumicë të madhe servojnë raki për dasmë. Domethënë, kjo bjen kontradikt me ligjet e Islamit. Ose ata që zbjen, do me thonë që ja, ajo është ndalume. Përjashton për Islamit, se do të thotë se nuk vjen kundërshtim. Është ndalume, do të thotë ajo është ndalume. Nëse marrim këtë aspekt e shohim që shqiptarët martohen, do të thonë nuk martohen në formë islamike, që në fakt është dash për shembull burrat edhe gratë mudo. Burrat edhe gratë kthejnë bashkë, ndasëm, gratë janë zhveshuna. Edhe ndohen darsën. Në raste të veçanta, megjithatë ajo ka të bëjë veç për gra. Po, vetëm është kulturë. Marrja e nusës veç për gra, veç për burra. Po në rregull, ajo është kulturë e vjetër. Ajo kulturë e vjetër zakonore dhe tradicionale kosovare. Kjo rrjedh qysh prej kohës Bizantit, ku femnat edhe në Bizant, edhe pse të krishterë janë më të mbylluna. Unë e kisha marrë këtë shembull. E dyta është që kjo musliman sezonal. Kosova ka shumë musliman sezonal ose musliman dyftër, cilët edhe në Bajram, në rastet Bajramit, i shohim të festu të pi raki, apo kupton. Këto sene vrehen shumë qartë në shoqërinë kosovare. Do të thotë kjo pikërisht rrjedh për shkak se baza e shoqërisë kosovare është kanuni i Lek Dugazhinit. Nëse shkon me një fshat edhe i pyet, çysh m'ja bë çisoj pune, e pyet një plak. Ai nuk thot se me Bibël duhet me thonë çështu, ose nuk thot se me Koran valla duhet m'ja bë çështu. Po thot sipas kanunit, sipas zakonit, kjo punë i bën çështu, edhe të pleqnen. Do të thonë baza si bazë nuk është religioni. Kosova nuk ka bazë të Islamit as ndonjë religioni tjetër mendoj. Para se të kalojmë te ju, avozi vetëm pak zotni Begulli, a jeni ju me kanun a me Kur'an?
Jo, unë jam me Kur'an shumë thjesht. Në kanunin e kom dëgju shumë shpesh, po faktikisht kur gjykojnë njerëz këtu nuk e din as vetë se çka do të thotë kanuni. Ma shumë flasin me një tradit që është pasu nga një person tek tjetri dhe ka hup lidhja. Po mira, është më e rëndësishme a njiheni ju më shumë si shqiptar as si musliman atëherë? Unë për vetën time ndina musliman dhe mandej jam shqiptar. Pse? Çka definon më shumë në bazë të fesë? Po ma tepër më definon jam i lidhur me besimin tim ndaj Zotit dhe deri me që tash ajo kurs më ka qit në kontradikt me përkatësinë time kombëtare. Përkundrazi, përkatësia ime fetare e ka forcuar kombëtaren. Dhe nuk e kom pa ata si prioritet që duhen ata quajt vetin më tepër shqiptar se sa musliman po nisën. Për mu është shumë thjesht, ne jemi të ndarë në kombe që festojnë Bajramin me tupi raki për shembull. Po ju e përmendet ata sezonale. Një student kur shkon në fakultet, a mëson mirë, a merr 10, a merr 5, a mbetet student është. Se sa arrin suksesin është sa përgatitet për atë provimin e vet që do ta jap në fund. Kështu që ai pin raki, vetin qafe merr me atë punë, mu nuk më prek, e prek vetën e vet, e prek shoqërinë e vet, rrethin e vet, na deri me stash alkoolin, unë s'di që ja ka pru doni hajër ndonjë deri me sot. Përveç që i shohim rastet deri me sot edhe hiç më lart se para disa muaje National Geographic ka shpasi droga e lejushme alkoholi. Nuk ka ndonjë sen me cilin mundet më krenu dikush me thonë jo unë nuk jam musliman që unë e pi alkohol, përkundrazi më duket një poshtrim i vetvetes. Urdhënësit një vëllazër. Jo ndeshta me u lidh me zotin Valonin, në fillim kur e përshkrujti çështjen e identitetit me quajt ashtu, do thotë pak a shumë edhe shembullin që e morr në aspektin e dasmave, që është po një prej shembullave që ndoshta vërtet ka nuanca të shumta, do thotë përmes të cilave tregon edhe çështjen e realitetit ton. Por mendoj se nuk ka mundësi vetëm përmes një shembulli, do thotë apo një tradite të ngushtë me përshkruar, do thotë identitetin dhe realitetin e popullit. Unë kisha me marr shembullin tjetër të pamëve tona, varrimeve. Do të gjitha këto do thotë që e dim fort mirë se si për shembull praktikohen tek ne. Edhe muj me thonë që edhe dasmat, por ndoshta Valoni ma shumë është në një atmosferë në do është mu vorros në varrezat cilat janë. Jo, ka pas në komunizëm, ka pas edhe alternativë tjetër. Në varreza islame dhe jo islame nuk ekzistojnë. Gjitha varrezat janë të njëjta, varre janë ato, por si me një fjalë njerëzit vorrosen është në pyetje. Tek ne e dim realitetin çfarë e kem, kush do që na vjen, edhe kush do që edhe CNN, edhe BBC, edhe sa do i kanë dhënë scenat e vorrimit në Kosovë, e dim fort mirë që ka qenë një shenjë e cila tregon do thotë se me kemi të bëjmë. Pa marrë parasysh që do thotë po them prap me mangësitë që po ceken edhe çështja e alkoolit që po e cekni, gjitha këto nuk ka dyshim që janë mangësi. Edhe janë në të njëjtën kohë vese me i quajt ashtu të cilat po them siç edhe tha edhe Batoni, askush nuk krenohet me to. Nëse është fjala e aspektit të asaj që njerëzit e përdorin alkoolin nuk lejohet me Kur'an. Po na nuk mundem me debatu për shembull një çështje e cila është e shkruar në Kur'an. Thjesht, jo me debatu sipas Allahut alkooli ndalohet. Nëse him na tash me debatu a mundem dhe ku mundem me pira ki, atëherë unë mendoj që na gabim se në farforme jam ti apo e gabushme. Është ndaluar, është ndaluar. Po na po diskutojna për diçka që ka thonë Allahu. Dispozitat fetare, këtu jemi të folë se sa është besimtar në njeri, nuk jena të folë. Pa a bën ai me pira ki ndasën për shembull. Alkooli është i ndaluar, për mua s'bën kur, jo në Bajram. S'bën pro kur. As në Ramazan s'bën kur. Ajo është tash komplet mua, ajo është ligj i Allahut. Po tash nuk krahasohet një ligj i Zotit me një veprim të njeriut. Jo, nuk debatohet dhe nuk reformohet. Dhe kjo nuk tregon shkallën e është mangësia e Islamit. Del jashtë temës. Shikoni, unë mendoj se kjo çështje që u prek, domthonë çështja e alkoolit, nuk ka të bëj aq shumë domthonë me Islamin origjinës. Islami ka lind siç e dim në Arabi atje. Mirë, po kjo çështje duhet shikohet në një kënd tjetër. Na duhet deshtëm apo nuk deshtëm, duhet ta bëjmë një dallim shumë të madh. Dallon Islami i shqiptarëve nga Islami i origjinës. Me çka dallon? Për shkak se Islami i origjinës është një islam total.
i cili e ngërthen krejt ngrehinën e shoqërisë, i cili është instancë e cila e rregullon të gjitha sferat e jetës shoqërore, politike, ekonomike, morale, juridike. Domthonë është një islam total i cili shkon deri në nivelin e teokracisë. Teokracia domthonë është sundimi përmes ligjit të Zotit, sheriatit ose Biblës ose diçka. Islami i shqiptarëve si rezultat i rrethonave historike dhe që atyre konstanta që i përmendon, që atyre konstanta kulturore, është një islam minimalist. Shqiptarët janë musliman minimal. A jemi musliman minimalist? Ky minimalizëm religios lejon që shqiptarët në jetën e tyre, në mënyrën e të mendimit të tyre të përvetsojnë edhe praktika të tjera kulturore, nga kulturat, nga religionet të tjera. Mirë, po mesim qëto. A jemi minimalist si musliman? Muslim light na kanë qujtë disoj. Për mene CNN, BBC-n, ata i kanë qujtë shqiptar si Muslim light, Marlboro light, që aftë dikon. Mendoj se kjo është një çështje relative, do thotë edhe kur fjala e asaj se sa jemi minimal, sa jemi. Kemi për gjitha llojeve, do thotë edhe në shoqërinë tonë, qysh po them prap, po i referohen do thotë edhe shoqërive të tjera. Në gjitha shoqëritë njerëzore, edhe në gjitha vendet tjera, edhe në ato që ne i llogarisim si vende islame apo muslimane, edhe atje mund ta gjeni të njëjtën situatë. Diku ndoshta bat avancuar çështjen e praktikimit, për shembull konkret të riteve, të ibadeteve, të fetare, diku më pak. Prandaj në këtë aspekt unë mendoj se nuk dallojmë shumë edhe ne nga shoqëri tjera. Nga vendet arabe megjithatë shumë dallojnë. Po shqiptani keni edhe vende arabe në cilat vërtet nuk do të thonë se janë ku më ditë në çfarë gjendje të mirë të praktikimit të islamit. Neve si popull po them në aspektin e ndjenjes, në aspektin e traditës, në aspektin megjithse u cek edhe çështja e kanunit edhe më herët, padyshim që të gjitha këto e kanë vendin e vet edhe e kanë atë pjesën e vet me qujt ashtu, por megjithatë unë them se aspekti i përgjithshëm i realitetit ton flet se kemi të bëjmë do thot me një popull i cili ka identitet të vetin, edhe do thot fetar islam, edhe evropian. Atë çka po them ndoshta që më vesh këto ditë kemi qenë jashtë. Islami minimalist. Islami minimalist është identik me atë që sot shumë sociolog, shumë studiues e quajnë islam evropian. Një islam i cili arrin me bën një lloj kombinimi mes vlerave të liberalizmit perëndimor, nuk është islam. A mundet me qenë? A mundet me islam? Islami në Kosovë mundet me konë një në Turqi edhe në Kosovë, për shkak të politikave, islami ka qenë një formë e butë e praktikimit. Jo në dogmë, jo në filozofi, islami nuk ndrën, është i njëjtë gjithë botë, është një libër, është një profet, është një... Varet si interpretohet ai. Praktikimi, jo, libra ka shumë e qartë. Libra është shumë e qartë. Libra të thot besoj Zotit. Për kundra asgjë është shumë abstrakt. Çto guxon, çto s'guxon. E jotja është a mbështeti që ato apo jo? Nëse se mbështet, unë nuk mendoj që je musliman. Nëse deklarohesh, atëherë këtu bim te kjo teoria që Kosova është deklarativisht muslimane, po jo praktike, domethënë nuk janë musliman thelbësor, përpost një pjesë të cilët janë fundamental në besimin e tyre. Do të dikush i qumë vahabi, dikush jo. Ata janë, në fakt, ata janë musliman të vërtet. Jo. Na, Kosovarët, jo thojmë këta nuk janë musliman të vërtet. Këta nuk janë, këta janë ma shumë si Arab. Këta janë shumë fakt, ajo është musliman i vërtet. Aja përcjell dogmën, hap pas hapi, edhe nuk e shkel asë një rregull cilën e përcakton Islami. Më fal, sa keni lexuar për këtë temë, kisha pas vërtet dëshirë të di. A mendoni që ka pas islam para vehabizmit, para vehabimit? Të deshta të ndërhyjë. Ka pas islam para vehabive? Mas pare si quajnë në vahabi. Nuk e quajnë vahabi. Këta tjerë piçuan. Mira, muj me qartësua atëherë. Ka pas islam para këtyre. Po, Islami. Po, prej kur daton çështja e vehabizmit? Është të shekullit 17. Jo, shekulli 17 fillon. Per Andrea Osmani ka pas politika shumë të rrepta kundër vahabizmit. Po këtu në Kosovë s'kem të bëjmë me vahabizëm.
kemë bëjmë me besimtar fundamental i cili i përcjell rregullat ferm, cilat i ka përcaktuar Kurani. Sipas statistikave, është musliman thjesht, nuk është as vahabi as. Çashtu, edhe nëse quaj vahabi. Në botë sot sipas statistikave jetojnë 1 miliard e 200 milion musliman, nëse ti. Edhe të identifikosh 1 miliard e 200 milion musliman si vahabi dhe të qush se vetëm vahabit janë musliman të vërtet, kjo është një e pavërtet e madhe. Sepse në bazë të logjikës së kësaj, del se muslimanët që kanë jetu 1000 vjet qysh nga Muhameti deri te paraqitja e vahabizmit, 1000 vjet ata nuk kanë qenë musliman, po del që as Muhameti nuk ka qenë musliman. Sepse vahabizmi o paraqit jo në shekullin 17, po në shekullin 18. Ai lidhet me një person, është Ibn Abdul Wahibi, po i cili ka lind në një qytet afër Riyadit në vitin 1702. Edhe ka jetu shumë gjatë, ka jetu deri në vitin 1793. Mirë. Edhe vahabizmi tash si nuk është islami i original, mos u god vetëm ta shpjegojmë pastaj folti. Ajo vlera fundamentale. Ja po. Nalta shpjegojmë një herë pastaj folti. Ai respekton vlerat. Ti ta respekton vlerat, ti pëthu ka dalë se ti si musliman. Vahabizmi është një sekt, nuk është Kosovë. Mos u ngot. Është një sekt radikal, puritan edhe nihilist i islamit. Një interpretim radikal i islamit. Një interpretim i një sekti shumë jo tolerant, që është i ngjashëm me sektet protestante gjatë mesjetës, të cilat e kanë shkaktuar domosdoshmë ato luftrat fetare. Edhe sipas teja ka vahabizmi është teologjia zyrtare e shumë shteteve përreth xhirit persik. A kemi në Kosovë? Ata në hysteri njihen si shumë jo tolerant edhe në vitin në vitin jo vetëm ta me një shembull. Domthonë është një sekt shumë jo tolerant, radikal. Ata në vitin 1801, domthonë 10 vite pasi ka vdek, ata i kanë masakruar 2000 shii Kerbela. Domthonë janë një sekt që jo vetëm kundër jo muslimanëve janë jo tolerant, po janë edhe brenda. Vahabit nuk janë islami, janë vetëm një sekt. Nuk po më intereson tek punat e shqiptarët. Apo na shpjegoni, është një farë përshtypje, a përshtypja para gjykimi, ju më tregoni mu, që njerëzit që kanë mjekra gjata, pantollat shkurta, janë vahabi dhe janë të rrezikshëm. Sa është kjo e vërtet? A mundeni më tregu? A bën me lehtë flason se po, se mos paku konfort. Spari ne do të mirëmi vesh për një debat vërtet qëndrueshëm dhe shkencor. Folëm për shembull, njeriu nëse pin alkool, a është musliman apo nuk është musliman? Unë thash nëse e ka deklaruar përkatësinë e tij fetare, ai është musliman. Nëse pin alkool, pa mjafton me deklaru? Mos më bëu kur gjë? Ai është hapi i parë. Ai është hapi i parë. Nëse komunitetit. Ti ke deklaruar je musliman, okay, ti tash je me neve. Jo, ai është hapi i parë. Okay, po je me neve. Çto është çështja? Për shkak se politika e klergjisë islame është bashkia islame ka politikë. Ka politikë. Fol këtu për politikë bashkisë. Bashkia islame ka politikë trajtu temën e mëspari përkatësisë dhe identitetit islam. Pastaj ne u akuzum se gjëra ne po e tolerojmë pilën e alkoolit, që është absolutisht e pavërtetë dhe e paqëndrueshme, aty nuk është në rregull. Mirë, po njëkohësisht edhe unë dëshmoj se ne tregojmë tolerancën e islamit, i cili për një shkelje ndashtoj kundërvajtje, ndashtoj më e rëndë se kundërvajtje nuk e përjashton njeriu në qenit musliman. Okej, nuk përfundon, më fal, lutem. Jemi do të thotë duke folë çish bëhet njëri musliman. E mbas kësaj nëse e kuptojmë çfarë atëherë kemi me ditë se a ka në Kosovë musliman apo jo. Pastaj duhet gjithashtu të kuptohemi të gjithë se me qenë musliman ose mos me qenë musliman është çështje e zgjedhjes personale të secilit. Andaj nëse dojmë përgjithësu, ne kemi këtu në këtë, do të thonë këtë trez, kemi njerëz që deklarohen sigurisht është zotri Batoni musliman. Kemi njerëz që deklarohet thotë unë jam agnostik, e besoj Zotin mirë, po jo sipas ndonjë dogme të caktuar e kështu me radhë. Do thonë kjo është ajo cila secili mundet me zgjedh. Nuk mundom me përgjithësu, me ardhi dikush me thonë këtu pas ka veç musliman ose veç jo musliman. A muj me shku te kjo paragjykimet për vahabina? Mundeni me na qartësu ajo? Mundem me shku. Çështja e vahabizmit do të trajtohet nga disa aspekte. Është aspekti fetar, edhe është aspekti politik. Në aspektin fetar nuk ka sekt ashtu quajtur sekt vahabite. Nuk ka vahabi si sekt.
Ka njerëz, nuk ka, do të thonë, brenda islamit nuk ka sekte, për arsye se për të ekzistuar një sekte do t'i plotësoj disa kushte. Mirë, kush janë njerëz që vendosin me u dallu për shembull me shumë mjekër më gjatë edhe me vesh pantalla shkurta, si quajmë ata? Ajo është çështje e zgjedhjes personale të secilit. Edhe është berberi ai i cili ndikon pastaj sa a ka me pas më të gjata më të shkurtë. Po çfarë rregulla po përcjellin këta që musliman tjerë si përcjellin, po më intereson. Këta i përcjellin gjitha rregullat të cilat i kërkon Islami. Këta nuk janë wahabi. Wahabi është edhe lëvizje politike ka qenë për pas fetare. Këta janë fundamentalist në besimin e tyre. Këta nuk dojnë me hi në bërgj të Allahu as 1 centimetër. Besimi i tyre është tipik islam. Nëse e shikojmë Islamin, atëherë na do të me rënë qatë fundament, me marë Koranin si bazë, si burim, edhe hadithin si konsultim. Jo, do të kemi parasysh një gjallë, ti po flet në mënyrë shumë të përgjithshme. Nuk mund me thonë se e ke gabim ato çka po flet. Mirë, po nevojitën sqarimi, aty ka detaje të cilat nuk mund me i përgjithësu vetëm çështot. Për arsye se një njeri i cili se ka pamjen time, për shembull s'ka mjekër, mos mund me thonë se ai s'është musliman. Edhe pse unë orvatem me praktiku islamin brenda mundësive, duhet ta kemi parasysh se në aspektin mjekra është çështje e jashtme. Për mjekra, është një detaj shumë banal me harxhu në emisionin tash atë. Mirë, po du me thonë se në islam kur janë pyetje kryerja e obligimeve apo kryerja e gjanave të cilat i kërkon Islami, aty duhet ta kemi parasysh se ekziston një kusht. Ajo është ekzistimi i mundësisë. Allahu i Madhërisht thot në Kur'an, "Fattaqullaha mastata'tum", keni frikë Allahun sa keni mundësi. Kur është në pyetje largimi prej xhanave të ndaluara, atëherë faktori i mundësisë bjen për arsye se për mos me pi alkool nuk nevojiten as pare, nuk nevojitet as ndonjë fuqi fizike, as ndonjë fuqi intelektuale, as kështu me radhë. Duhet të kemi parasysh këto gjëra. Në anën tjetër, Allahu njerëzit normal se i shikon edhe sipas veprave, mirë, po nuk janë veprat faktori apo kriteri kryesor i cili ndikon që njeriu te Allahu të jetë i mirë apo i keq. To e pas parasysh se ka shpjegime gjithashtu të Muhamedit alayhis salam, i cili thotë se njeriu mundet me bëj vepra të mira, në ato çka u duket njerëzve. Kjo është shumë e lehtë çka po thonë njerëzit, po në fakt Islami me Kur'an mrena ka një lloj kushtetute apo ligji që i thonë shariat. Çka ndodh nëse Kur'ani praktikohet tërësisht, hyn shariati si sistem. Atëherë a guxojna me piraki, atëherë a guxojna mi bë këto që unë i quj dyftyrshe, praktikim dyftyrsh të religionit. Në Kosovë, ti shkon shariati, unë e besoj që shumica e popullatës kishin pas shumë probleme të mëdha. Për atë arsye nëse nuk është korrekt të flasim ti shkon. A mund zoti me levu njëra pisaneve që tha Valoni ishte mangësia e Islamit është që nuk mundet me u reformu. A është kjo e vërtet? A është kjo mangësi sipas jush si besimtar? A konsideroni si mangësi? Nuk shoh se ka nevojë për reformim, nuk di çka do të thonë reformimi. Nuk jemi duke fol për me përparu në aspektin shkencor, se ata nuk e ndalon Islami. Islami të lejon në shku deri në moment. Unë e kom një laptop në shtëpi, s'ma ka ndalu. Unë e kom një mobil, unë e veshna qysh veshna, unë s'di çka duam më bëj, çka më reformu. Po ajo dispozitat e përgjithshme, alkoolin e kom ndalu, men aty s'ka reformim, nuk thot zbritën vitin 2006 në dy gota. Ndalum në raste të veçanta. Mirë, bukur. Unë e kom një shprehi e rëndësishme se kom kryer mjekësinë kështu që nuk flas për operime. Mirë, vetëm pakës, ta kryjm, a është me të vërtetë kompatibil për shembull me rregullat moderne të komunikimit? Se nuk shoh asnjë pengesë si musliman, nuk shoh asnjë pengesë. Mirë tash. Ai shoku ndoshta po na nxjerr ka ndonjë çpikje, po unë dëgjoj. Vetëm pak përfundojeni po. Ta kemi shumë thjesht. Unë nuk flas për operime se nuk jam doktor. Unë e flasë si një besimtar tuaj, a mund me apliku në këto kushtet në vitin 2006 kom ndonjë pengesë. Dhe nuk e shoh asnjë shpikje, qoftë shkencore apo në sen që më ndërpren mua. Mi nda 5 minuta në ditë për mu fal ndaj Zotit, nuk e shoh si problem. Me vesh këtë veshje që e kam nuk e shoh si problem. Unë kam më problem që po mritet barku se që po mritet mjekra. Nuk kam që po ta japin një rast që i ka ndodhur në kompanisë në Kosovë, e cila ka hap kursin për punëtor, edhe vjen një vajzë shumë inteligjente, shumë e përgatitur profesionalisht, po e mbulume dhe fetare. Okej. Ajo fiton, do të thonë, pranohet në punë se ka qenë më e mira në bazë aftësive. Kurse ka edhe që janë largu pse kanë qenë. Në momentin kur del ai shefi dhe ja jap dorën asaj, ai thotë urime se e pranuhet më fal, thotë se s'm po ta japi dorën. Edhe në këtë moment
Këtu e kena një problem të madh komunikimit, të si në gjendje me folë me gjusën e Kosovës që e mashi, e po më thunë në s'kam problem, jo ki problem. Po jëmëre po duhet me folë, po ta po nevoj për komunikim. Jo, nuk po du me dhamë përgjegje për këto arsye. Se s'muj me dhamë përgjegje? Po du me thonë diçka tjetër, nuk është puna e guximet ose e mos guximit. Nuk ka nevojë me sfidu guximet e njëri tjetrit. A bën mi avon dorën, a unë do të flas edhe për këto, unë do të jap përgjigje religioni është shumë i qartë dhe fjalët e Allahut janë shumë të qarta. Pse s'po thoni që padyshim që janë shumë të qarta, mirë po nuk po du me marrë tani. Konkurrent dash folë dash mos i fol. Dihet ku na i folë, dihet ku na si. Nuk thash dash folë dash mos i fol. Me fol është diçka tjetër edhe me shumë saktë diçka tjetër. Shumë saktë po s'më pranoj. A mund të dikomunitim rregullat shumë saktë. Rregullat unë më shumë kam respekt për këta fundamentalista që praktikon fen, okej, dihet është musliman, dihet se so që si gjysa, që të shkojnë të shkojpu jo një muslim po pi Iraki, jo një mësi po. Kjo menoj që është në shumë ku jeti me ato. Unë jam agnostik. Nëse na ardh këto me tregu, kanë respektojnë, kanë respektojnë. Unë po du përgjigje në këtë të komunikimit, domethënë mënyrën e komunikimit. A mundesh me rregulla moderne të komunikimit, ato janë relative. Nëse unë për shembull nuk ta jap ty dorën derisa komunikojmë, nuk do të thotë se do të bëhet kjo pengesë që unë edhe ti me komuniku. Për arsye se është një formalitet. A është ndalume? Është ndalume. Është ndalume. Probleme për knasësinë e Valonit. Domethënë, ama jemi jo, unë kam ardhur në mision Valonit. Pse se ja, o problem pse merrnum këtë çështje, domethënë Islami është një lloj ka përplasje, ne kemi një propagandëtori, stagnon ty dy kur gjo nuk stagnon, ti nuk hub bash kur gjo a jep apo nuk e jep dorën dikujt. Nuk e hub as punën, as nuk e. Ne kemi një problem për arsye se e çmojmë. Nëse punon sekretarish ose ne jap dorën për kvalitetet e njerëzve mbas asaj a jep dorën femra mashkullit apo jo, kjo është gabim i madh. Rregull të tash po njëri duhet me qenë i lirë, me mujt me punu cillin vend do të punës. Po kush po ta duhet të reformojë? Ajo ka konkuru përderisa një vajzë po problem komunikimi ajo shkon në shkollë, shkon në fakultet, çdo punë, janë dikush i cili nuk e respekton fenë dhe ja po më thoni ju mua që nuk ka problem në femën mos me mujt me fol me gjysën e Kosovës që janë mashkuj. Ti po më thuaj që kjo s'ka problem. Folën çabat me xhua me dorë. Me dorë ajo është shaj e përshëndetjes. Mirdita Seni. Ti qiton një mirdit s'u pethu edhe po thu s'është problem. Ja, spajtohem me kur. Mjaldio, është e vërtet që rregullat, nëse përcillen rregullat rigjide të islamit nuk janë kompatibile me mënyrën e jetesës apo jo? Përkundrazi, mendojmë që janë kompatibile tanësisht, edhe ajo që ka u folë më herët pak edhe të çështja e reformës. Unë mendoj dohet edhe jo vetëm si mendim personal, po i një numrit të madh të dietarëve që e shohin se reforma është pjesë, po them e vazhdueshme e dohet muslimanëve. Edhe realiteti dohet që po tentohen ndoshta sidomos nga Valoni që ai të cungohet edhe të ashtu të gurzohet me një fjalë një strikt ashtu një mënyrë dohet e praktikimit edhe të përfundon me aq kur nuk ka qenë në Islam. As në prej kohës së Islami ka hapësinë mu reformu. Muslimanët kanë hapësirë të reformohen. Ndërsa bazat, e kanë fjalën që për parimet islame, shishani, parimet islame nuk kanë mundësi të reformohen, por kur fjala ti fjalën e Allahut. Religioni është diçka hyjnore. Religioni diçka na i besojmë ose njerëzit i besojnë Zotit edhe fjalës tij. Na po flasim për me reformu. Veç pak, urna. O problem. Përderisa po flasim na për religionin apo për fenë islame, se na më shumë e shumë fe se sa religion, sepse është më shumë se religion. Atëherë të flasim na dhe ndëgjojmë pak, ju mundi më fol për agnostikët për shembull, pak ma thirrurin pasi që jeni pjesëtar e atij drejtimi, keni drejt s'ka kërkush se u mohon, vetëm se më nai komentu neve do thot fenë tonë, megjithatë është pak informuar për Islam së shumica. Mashallah, mirë, po shihet sa jeni të informuar. Unë po tregoj që pejgamberi ka problem me reformën. Pejgamberi alayhis salam ka thënë një hadith që është citat thënie e tij. Ka thënë se Zoti në çdo 100 vite dërgon brenda këtij ummeti, më them fjalë muslimanëve, ata të cilët u reformojnë, kështu do të mënyrë decidive mund të them, do të fenë e tyre. Kuptohet, kur fjala e fesë të tyre, neve sot mendoj që në këtë kohë bashkëkohore, sidomos në këto 20-30 vitet e fundit, tek ne në Kosovë ndoshta më shumë në këto 10-15 vitet e fundit, padyshim se jemi duke përjetuar një reformë të madhe, do thotë muslimane. Kjo reformë është ky realitet që
është duke u diskutuar dhe këto gjëra të cilat na po i ndëgjojmë edhe po i shohim që ndoshta dikush mund t'i llogarit këto si reformë do të nga mrapa do të thotë, por e llogarit se reforma tek ne do thotë në Islam është ajo që vërtet e kanë bërë gjeneratat e ndryshme në krye me do thotë me dietarët, të cilët devimet e ndryshme, do thotë largimet nga Islami, veshjet që janë bë Islamit, do thotë shpifjet e ndryshme të cilat janë bë, edhe të cilat do thotë e kanë mbulu më shkurt ndërtesën e shkëlqyeshme mund kisha me thonë të Islamit, reformatorët e kanë rolin do thotë e asaj që vërtet këtë pluhur që ka ra do të bi godinën e madhe të Islamit me një fjalë t'ia hekin. Këtë mendoj se janë duke e bërë sot do të muslimanët në të katër anët e botës. Pa marrë parasysh që a më kthy, domethënë po folim për reformim edhe po duhet të që ju mu ma dha dorën kur hyt në emision, edhe ju jeni ata që keni shti femnat në xhaminë ju. Në xhaminë ju vijnë femnat dhe mund të shtru pyetje në xhumë. Pse nuk mundet kjo më bëu për shembull në të gjitha xhamitë të qytetit? Pse nuk ka, mendoj që nuk ka kurrë pengese që të bëhet kjo në të gjitha xhamitë të qytetit, as nuk ka ndonjë rregull që e ndalon këtë. Problemi është i mundësisë për shkak të mosmundësisë të pengesave teknike që nuk ka vend. Ju në xhumë me siguri keni dal, e keni pa xhumën do thotë me një fjalë qoftë në xhami time, qoftë në xhami tjera, nuk ka vend. Edhe tek ne më shkruan Hajmalia. Po, nëse mos dalim tash. Domthon edhe ajo pjesë enorme. Mos e prishim tash. Vetëm shkrimi Hajmalia është shumë problem bazë të religionit. Çashtu është. Jemi në pajtimi plotësisht me hoxhën e Peçanit që të bën Hajmalia e ka 5 deri në Hajmali. Pse quhet ajo ndodh Kosovë, domethënë edhe asoj dikush mund të më thuaj me thonë është reformë. Në fakt ajo është shkelje e rëndë. Na falni, pse këta zonit janë të kreditum këtu që i kemi, si qenë hoxh për shembull. Unë veç pe kallxoj. A guxon hoxha? Nuk guxon. Nuk guxon normal, edhe na pajtimi plotësisht me ty në këtë pikë do thotë. Problemi është se Valoni kur po elaboron, vërtet ka gjëra që janë të vërteta. Ka gjëra që po thuan në mënyrë të përgjithshme që vërtet ka nevojë të hyjet në detaje derisa të sqarohen ato. Kështu që hoxh sot është bë mas lehti me u bë hoxh. Për arsye se nëse shkojmë plot si raste që po thonë hoxh bila ata kanë autoritet ndoshta më shumë se unë, se atë që e përmendet ju e njohin më shumë se unë po Kosovë. Bëni ju si komunitet i Islamit për shembull. Ju keni leju secili katën me komentu Islamin çashtu që është dën. Ato çka kemi mundësi. Secili hoxhi katunit çohet thotë çështu. Është puna. Na nuk kemi pushtet ekzekutiv. Basia islame i mshel syt para fundamentalizmit, që në raste të veçanta mundet me konë edhe i rrezikshëm, i mshel syt para e lavdruar këtë fundamentalizmin. Po jo, ai është i lavdruar në konceptin e dogmës. Nëse e marrim dogmën, ai e ka plotësisht drejt. Tash fundamentalisti karshi Kosovës është tjetër çështje. Fundamentalisti. A ju personalisht veç i përkrahni a karshi Kosovës është emision dam. Aty ne autodorën se janë besimtar origjinal të Islamit. Mirë, për me pas çush është realiteti sot, po shkojmë te një reportazh që kemi nga terreni lidhur me atë se sa janë shqiptarët dhe rinia religjioze. A jeni muslimane? Normal. Besnik a jeti musliman? Po. Musliman. Pëlqej më shumë se është fe më e pastër. Në Kosovë ka pas musliman, në historiant, vetë historiant ka pas hala po ardhë Osmandi, tuk musliman ka pas. Çka bëni musliman po musliman? Besimin në Zot, rëndibar edhe janë obligime tjera fetare. Cilat? Shembull falja, agjërimi, besimin në Zot është kryesorja. Këtash momentalisht pe luftë e knena është shumica që e ndjinon Ramazanin edhe 80% të rive janë këthyje në atë vinë xhami, bojnë ibadet, ndjinojnë Ramazan. A falesh? Jo. Pse jo? Të falja se jam edhe atë shumë interesuar. Jam i zonën me tjera sene. Zakonisht rregullisht nuk falna, më të premtëm kur më i falna. Unë nuk falem, ama e kam besimin në Zot. E po që tasha gjëmi, për falet që nuk falet, a i përgjegjet, që s'po falet. Me majtë fen. Ka edhe hoxhëllar që e majnë fen, edhe rakin e kanë pak si krahën e djathtë. Rakin e pen, muslimat normale pinë shumë, ama aja për hesab tamin... Ti e për rakin? Jo, për. Jo, valon. Ta shko që shkujnë, a ko që thujnë një muslimon, por nuk i përfil aty urnat e Allahit.
Jo veç Amerika, po krejt bota është kundaj muslimanëve. Mendoj se ndikon keq se për shkak shtyve akteve që janë të bëhe në për botë. Janë që për shembull çdo akte terroriste që janë të bëhe, ndikon keq se na për shembull për pavarësinë e Kosovës, sidomos që ndikon shumë te na. Mos keni gale. Për ata nuk kuni farë pengese nuk bën muslimanizmi për pavarësi. Na shanë sytë botës kjo shihet për të keq, ama feja është fin. Në fund të mrama jo nuk duhet me... Nuk kanë, qysh me thonë, me pas nevojë ata me na vonë sy për të keq, pëse na i kemi fe. E vëllohi mos na dhosh na fe, nuk mundu me në rrugën, na dhosh na muslimani jena, s'na dha, s'nash. Që tash veç kak në në zoni është, në shkurtoje se përshkaj. Sinjor Latifi, është fascinante, kërkush na ka deklaru që nuk është religios në rrugë. Edhe jemi mundu me gjetë njerëz. Po kjo ka një shpjegim. Mas pari, pikës pari njerëzit dhe ma onë është çështja e besimit në Zot ose mos besimit është një çështje që ka të bëjë me intimitetin e njeriut. Njerëzit kryesisht nuk preferojnë mu deklaru besojnë ose nuk besojnë. Edhe kryesisht shumica konformohen me atë mendimin që po besojnë me Zot edhe po ai mund të jetë edhe mos besimtar, po shprehet ashtu për shkak të konformizmit social. A është tash moderne me qenë a është in me qenë fetar apo çka është puna? Unë mendoj se viteve të fundit në Kosovë, domethënë hetohet një rizgjim masovik fetar. Është fakt. Rizgjim që nuk ka qenë të parë. Për shembull ndodh që sot një i ri babën ose babgjyshin e ka pas krejtësisht indiferent ndaj religionit, tash ky është shumë i përkushtuar, shumë i devotshëm në sot. Pse, si pasojë çka? Ky rizgjim masovik kryesisht i prek trit. I prek, edhe është duke i preku trit. Shkollat e mesme, po edhe të rinjët të mund studentët e kështu me radhë. Unë mendoj se ky fenomen, ky rizgjim masovik duhet të shpjegohet me dy faktorë. Faktori i parë është kriza e thellë, strukturore, sociale, ekonomike, e cila ka hapur shoqërinë kosovare. Kriza, vetëm një moment ta shpjegoj këtë faktor edhe të dytin pastaj. Domthonë kriza e thellë, strukturore, ekonomike, e cila e ka zhytur një popull të tërë në mjerim social. Edhe e ka shndruar këtë vend në një vend të getoizuar, në një vend ku për ditë e më pak nuk ka perspektivë për të rinjët. Tash, religioni, feja, është një mekanizëm briljant psikologjik mja ushqy shpresën e njerëzve, optimizmin. Me largu nga depresioni, nga pesimizmi, është një mekanizëm psikologjik. Edhe kjo ndikon që njerëzit me gjetë një mekanizëm, një mënyrë me mbajtë gjallë shpresën. Po mesim që të vlerim, është e qartë që tipo këte po e shesi negative. Mirë, po ju me siguri mendoni që kjo shpresa o pozitive, kjo optimizëm? Gjithsesi. Jo, unë nuk mendoj që është negative. Shpresa është një dimension shumë pozitiv i qenies njerëzore. A është pozitive, religioni e ka qatë funksion. Domthonë, ku njerëzit janë në krizat e rënda, psikologjike, ekonomike, ai vepron si një mekanizëm psikologjik. A pajtoni që përshka krizave ju kanë kthy njerëz fesë? Unë shqyr zoti mirë, jo me shnete dhe me pare, kështu që s'pedi pse që pas ka ndikute, unë si unë e njoh me mia. Ky është fenomen social, nuk ka të bëjë me një individ. Jo, të lutem. Është fenomen social. Konstatimi është konstatim individual, e jo as pak social. Shumë drejt. Ajo është mendimi juaj, të cilën ju e keni drejtën të përmbani mendimet juaj. Po zotin Begolli, sipas jush, pse të rinjt po i kthejmë fesë cilën herë më shumë? Sepse shohin që këto tranime që janë bërë në shoqëri, këto testime që i kanë bërë nuk i kanë thënë kurrë, nuk ta ushqen gëzimin, nuk e shef rëndësinë e jetës sonde nëse nuk je antar i një feje. Ne nuk jemi këtu robota, nuk kemi ardhur këtu vetëm të jetojmë edhe të pijmë, të hajmë edhe vdesim. Feja ta jep atë domethënien e jetës. E dim për çka ke ardhur, e dim për çka jeton, e dim për çka do të vdes. Unë këtë thash se krizat, kriza s'ka lidhje me ato. Jo. Krizat e rënda, vetëm një moment, krizat e rënda. Domthonë, i çrregullojnë ritmin jetësor të njerëzve.
E të regulojnë. Po, ja, vetëm një moment. Menojnë që e regulojnë. Ja, po vetëm një moment ta shpjegoj pastaj. Domthon, shkaktojnë kriza shpirtërore, psikologjike të individit, të cilët bin depresion, e humbin kuptimin e jetës. Domthon, kriza të rënda. Po ka që religioni është regullim, jo mekanizëm me shkum fe. Çka i tuti asaj? Religioni si mekanizëm psikologjik është një lloj droge. Po drogë psikologjike, jo drogë. Ai ja u mban njerëzve optimizëm. Mirë, veç pak, do me thonë sipas te në xhami shkojnë njerëz që kanë probleme, jo ata që s'kan probleme. Unë e di shkojnë shtime. Shiko, vetëm një moment. Shiko ti, ai është një mekanizëm që vepron. I fut njerëzit në religion. Pastaj ndrojnë motivet. Pastaj ai fillon me jetu sipas atyre. Ju i vin 3 mas shumë ti. Pse vin dhe pse është një përfshirje më e madhe e fesë në 3? Është vërtet, do të thotë, edhe unë kisha me thonë se jo vetëm në xhamin time apo tonën, po edhe në xhami tjera. Ky është një realitet, po them se kudo që të shkojmë sot ta falmi xhuman, do të thotë në cilën do xhami të qytetit tonë, të kryeqytetit, po më thënë edhe në qytete tjera, madje edhe në përfshatra. Realiteti është se shumicë absolute sot e xhamatlinjve janë të rinj. Pse? Edhe është interesant, kisha me thonë mas pari mund të lidh pak me atë që u fol më herët. Kjo çka është duke ndodhur tash, në këto 10 vitet e fundit, edhe rinia e cila është duke u kthyer me një fjalë apo duke ju kthy fesë edhe praktikimit të saj, nga përvoja që e kem, që unë prej 96-s jam imam në këtë xhami. Besoni, jam interesuar dhe jam mundu me i ditë edhe gjendjen e tyre sociale, kushtet e tyre, këta të rritë të cilët janë përgjithësi që këto vitet fundit kanë fillu, do me falë namaz. Besoni që mund them se paku 80% të tyre janë fëmijë me i quajt apo dje me vajza të familjeve të ngritura edhe në aspektet intelektuale, po edhe në aspektet ekonomike. Që është në kundërshtim të plot me atë që është ato që ka ndodhur në Evropë. Në Evropë religioni është në rrezik serioz, sepse njerëzit veç kanë filluar me ato janë shkaqe të tjera, nëse jo shkaqe të tjera janë shumë shkaqe. Ta përfundoj këtë, që bota është më e madhe se Kosova. Në Evropë njerëzit ikin për religionit. Nëse marrin islamin, njerëzit ikin për shkak fundamentit tina, për shkak pamundësisë për reformim edhe rregullave trona. Po ikin edhe prej krishterizmit. Po ikin edhe prej krishterizmit për shkak se ajo është për shkak se reformon drejt sekulizmit. Pozitive a negative sipas? Kjo pozitive shumë. Se unë mendoj që kjo ikja për religionit mendoj që është shumë pozitive. Për arsye se baza e civilizimit perëndimor e ka nuk e ka bazën as në Bibël që mendon dikush Evropa është bazë krishtere. Jo. Baza e civilizimit perëndimor është bazë që rrjedh pe demokracisë, që është shumë më e vjetër se Bibla se Kurani, rrjedh pe filozofisë vjetër greke, rrjedh pe shtetit ligjit romak. Domethënë shteti ka pas shumë zotna, po domethënë ka jo, po folë për idenë e cila Evropa ka qenë aftë. Lutem, jemi të lundru nëse janë. Ja, s'jena të lundru. Evropa është e aftë. Me jetu pa religion. Ekosistemin që mënet me jetu pagane? Jo pagane, me bazë të filozofisë e sekulizmit romak. Do me thonë me bazë të demokracisë. Demokracia o baza, nuk e religioni baza. Por me gjithë religioni para 4 muaj kam qenë në një vizitë në Londër. Edhe besoni se kam ditë situatën, se kam ditë gjendjen më parë atje se si është. Po atje është një fenomen që është i çuditshëm, që unë vizitova shumë kisha atje, të cilat vërtet ishin të qëndruara në xhami. Edhe ishin kisha me kryqa, që ishte shumë interesant që po të rast dhe me pyet. Çfarë indikacioni është kjo për ju? Mendoj që do të thotë ndoshta perëndimin përgjithësi është temë në veti që ka shumë shkaqe të cilat e kanë bërë atë jo sot, por me decenija apo edhe me shekuj ndoshta, që ata të largohen ndoshta nga dogmatizmi, do thot i kishës, e që po them unë, për njëve shqiptare është me rëndësi me qenë muslimana me jemi në Evropë. Nuk e shoh se duhen me qenë të ndame ato sinqerisht. Po cila është prioritet? Për me jetu jetën tonë dhe të përdishëm dhe me qenë një njeri sa ma i mirë, sa ma i drejt, jo i korruptum, krejt to përdishmëri që pi shofim, duhesh me qenë musliman. Për me taku një në me hi në Evropë, mund se di që pas kem dalë nazi,
Mirë, po, e dini që imazhi lun rol. Në çfarë aspekti? Çfarë shteti je? A je shtet? Jo, për mua, unë si musliman me imazhin tim çfarë do që kom pas kurse, kom pas pengesë, kom studiu në Angli, kom jetu në Maltë në shkollë krishtere, kom punu për unë mikun, kom punu për 1.100 institut, kurse kom pa imazhin tim si pengesë në promovimin tim apo në përparimin tim profesional apo personal. Mirë, pa e keni vret një tendencë një elite intelektuale mos ma tepër të ignorantat tanë se sa të këta të hujtë. Shumë thjesht. Ma tepër të një ignorancë janë të njerëz që jepin guxim vetet me fol për fe, kurse kur gjozdim. Na çtu sot s'mundem me fol për mjekësi apo si bot në operim. Se dim ato. A është problem mos dëshira me unë identifiku si musliman, sidomos këtë kohë, një tendencë vazhdueshme. Është problem shumë serioz, mirë, po unë du të kthejmë pak te krizat edhe ndikimi i tyre në kthimin e njerëzve ka feja. Nuk po e kontestoj përfundimin e zotriut këtu pranë meje, edhe nëse krizat kanë ndikuar, se ka mundësi, për arsye se njeriu ne nganjëherë përdorim atë metodë shumë efikase për me shëru njerëzit prej varësisë nga narkomania, me u kthy islamit. Edhe 10 raste kemi unë personalisht që i di që vërtet janë efikase dhe janë liru njerëzit prej asaj të keqe pa ndonjë shpenzim. Nëse kthimi ka feja të siguron ty imunitet prej depresionit, të ushqen optimizëm, shpresë për jetë e kështu me radhë. Pasojë e kësaj automatikisht bëhet për shembull zvoglimi i numrit të vetvrasjeve, gjë që padyshim se është pozitive. Nëse njeri i kthehet fesë, ai ka me u boni, duhet me u bë. A ndodh kjo në praktike dhe sa ndodh është tjetër gjë. Sipas jush, a ka vetë sene pozitive prej religionit? Kthimit ka Islami me plot përgjegjësi e them se ka gjëra vetëm pozitive. Pastaj largimi apo kthimi i europianëve për shembull prej religionit, ikja e tyre prej religionit është diçka që ne ndoshta nuk është mirë ta trajtojmë këtu për arsye se kemi të bëjmë me një religion që si jemi thirr të diskutojmë për te. Nuk mund të themi, është gabim të themi se evropianët po ikin prej religionit ose po ikin prej islamit kur atje s'ka islam. Ata po ikin për një religioni tjetër. Jo, nuk po ikin për çdo religioni. Përkundrazi, faktet dëshmojnë se ka një kthim të europianëve ka islami. Edhe pse është shumë i zbet, është shumë individual, mirë po është e vërtet. Madje nuk ka asnjë rast, nuk kam dëgjuar asnjë rast që ka. Në Evropë ekzistojnë debate a me lën Ferrexhën në shkollë ajo, mbulesën në shkollë ajo. Ti po thuaj që ka kthim. Në Evropë ka mobilizim antireligjios. Anti-islam mundesh me thënë. Jo anti-islam, antireligjios. I ka dhe kjo arsyet e veta, kjo mundet me u bë debat në veti. Kalojmë te përkatësia islame dhe pengesa në integrimet europiane. Unë mendoj, sikurse e përmendi edhe Batoni, edhe është një gjë që ne e shohim për ditë, edhe mendoj se është e pamohueshme. Ajo është një pengesë të cilën ne ja kemi qitë vetës tonë. Kur them ne e kam fjalën për disa prej neve. Turqia në far mënyrë e ka çet pengesë, nuk është bash imagjinate jona. Turqia shumë ka dallimin mes Turqisë dhe Kosovës. Mendoj se do të ishte shumë ka dallim. Dallimi është që cili është dallimi, kështu të thoj, nuk shikohet nëse Kosova shikohet si shtet musliman, a është problematike? A jeni edhe ju të pajtimit që është problematike apo jo? Qenit problem Kosova si shtet musliman për integrimin në Europë është pjellë e fantazisë së dikujt që s'ka lidhje me kushtet edhe me standardet që ata i kanë qitë. Po e njerëzve të cilët i ndigjojmë duke folë edhe duke promovuar një gjë tillë tash, s'po muj me emëru dikën, mirë po në përgjithësi është një lloj frike, sikurse e ka pas Don Kishoti kur është frikuar prej mullive të erës, ka menduar se po e sulmon dikush. Në vërtet ne të gjithë e dimë se edhe Evropa, edhe Amerika, edhe NATO-ja, edhe Kretë e dinë se na jemi musliman. Edhe para se me orë këtu e kanë ditë se ne jemi musliman. Madje ata nganjëherë dhe mburren pse kanë intervenuar në mbrojtjen e një populli musliman kundër një populli të krishterë. Edhe kjo është një gjë e pamoshme. Dashni me thënë diçka dhe përfundoj. E përmendë shtet musliman. Po. Domthon absolutisht kjo nuk qëndron sepse për me qenë një shtet musliman. Po nëse secilin e ditë më shumë të trit po kthehen kafeja, ku e dimë ne që s'do të jemi shumë musliman se sa. Për të qenë shtet musliman, atëherë ligji i bazë duhet të jetë shariati. Shoqëria kosovare dhe shqiptarët si popull ka herë kanë zgjidhur këtë problem. Domthon është një shoqëri laike, sekulare, ku feja dhe politika janë të ndonë. Edhe ky është një problem i zgjidhur. Tjetra, me minimalizmin e tyre religjios, shqiptarët nuk janë kurrë pengesë që përkatësia e tyre muslimane të jetë pengesë për mu integru në bashkimin evropian. Absolutisht. Pse? Jo pengesë që e marrin partitë politike në kuptimin e imazhit. Se gjithmonë kena pas deklaratat mos ta prishim imazhin. Nuk ka problem imazhi, jo mendësia.
ti më nësh më duk musliman. Më nësh më duk me mjekër, me pantollat shkurt, nuk jeti problem që se dukësh ashtu për evropianin. Problemi është mendësia. Qysh menën fundamentalisti musliman. Ai nuk është i hapur në debat. Mirë, për këtë rreziku është që shoqëria kosovare nuk e pedon çato. I keq është me mjekër, me pantolla, për çdo ditë mos ta egzagjeroj. Shpesh i një gratë të thonë gjunohi i Zotit. I pas ka bërë gjallë. Mirë, përfundojmë, kjo është një debat për më i gjatë dhe për religionin do të vazhdojmë debate, do të vazhdojmë rregullisht t'i kthehemi kësaj teme dhe për këtë ju sugjerojmë të na shkruani në info@jetanekosov.com për pyetje, sugjerimet, çka i keni në këtë dhe shumë tema tjera që do diskutojmë. Kaq për sonte, i falenderoj të gjithë që ishin këtu. Natën e mirë dhe mirupafshim. Ama mirë në Kosova, në Amerikë. Bismillahirrahmanirrahim. Unë jam Mulla Kesi ibn Alan Kuperi, dhëndri Kosovës. Kur kam ardhur këtu në Kosovë, më ka dhënë një përshtypje shumë e madhe që sa tolerant jeni ju ndaj religionit ndryshme. Tolerancë në multietnik, mos flasim për atë. Mirë po kur vjen puna të religioni, ju jeni një shembull pozitiv në krejt botë i zhytur në luftrat ideologjik fetare. Toleranca e madhe fetare nga populli shqiptar aq më ka prek se kërkush nuk ka provu me mbo mu musliman, se në fund unë kam vendos vetë me bo musliman. Vjerim më tha Kesi, nuk mundis se babën e ki jahudi, nonën e ki katolik, po unë thash, unë du me bo si krejt Kosova. Mirë po, në kohën e fundit, unë kam nis me vrejt një dukuri shumë shqetësuese. Para disa javë kam qenë në xhami të falë, edhe dhe thash gjematit, salam aleikum. Ata më tha, aleikum salam. E kjo nuk është e vetmi. E kam folë me disa shqiptarë që tash thojnë, si jemi musliman. Ndoshta, është një kriz i frikave për muslimanizmin e njerëzve tu në Kosovë për shkak çështje e pavarësisë. Mirë po, mos keni frikë, sepse unë jam nga Amerika. Edhe George Bush e kam djalin e dajes të Bajanakut të kushërinë e motrës time. Tash kam me thirr ata edhe kam me rregullu krejt këto punë. Alo, Gjergj, Kesi këtu, të thirr nga Kosova. Jo, nuk është afër Rusi, s'ka dert. Si je për ndryshe? Me familje, me krejt? Po prindrit? Me shënet? Gjithë po mirë. Po mirë. Haj, George, s'kam shumë kredit. Qëri, George, unë po thras se atë Kosova, ata njerëz janë shumë mirë edhe dojnë me bo një shtet pavarur. Po, ata janë shumic, janë musliman. O, Gjergj, janë musliman, po jo çfarë mendon ti? Ata nuk kanë bombët, nuk din me kërë aeroplanet. Po, jo, Gjergj, qëri, ata musliman në Kosovë, kanë xhamit, po shumë xhamit, e festojnë Bajram 2 herë në vite, po nuk janë terroristët. Jo, Gjergj, ata shumë e dojnë Amerikën, ndoshta ma shumë se sa ti. Po, e kanë dhejsh qirit për një diktatori, po, ata e kanë përkrah të 2 luftat që e ki boti. Jo, Timika nuk e ka dërgu trupat në Irak, po shumë kanë dasht, veç unë mikë nuk kanë leju. Po Shqipëria ka qenë, po njajt janë. Po, e Bili, është një bulevard atje në Prishtinë që e thirët Bilkën. Jo, haroje qato, haroje. Gjergj, që du me thonë është që Kosova, na duhet me bo shteti pavarë, kem nevoj për ndimin tëndë. Po, janë musliman, po janë musliman të vogël.
A kupton? Po, muzilmani mesëm. Po, s'ka dërt. Po, për qatë pavarësi, Gjergj, qa po thu ti? Jo, nuk ka naft. Po këshirë, Gjergj, kjo është një reklamë shumë e mirë për ty. Ne për botë, nuk i një qëfar imagje, ku me di qka, ne për botë. Po këshirë, Amerika ndimon muslimanet. Muslimanet vogël. Pavarësi e vogël? Ja, bre, shfarti. Tash pavarësi e vogël edhe mande këshirim. Anë ide hajtë, se ma mirë diçka se sa heq. Po, faleminderit, Gjergj. Allah ish përbleft. Oh, Gjergj! Fish bona hajgare, Gjergj! Gjergj, fish bona hajgare. Me ty, po. Ja, nuk është që unë dy edhe ti me bo muziman që ta shto, adën. Po, mulla Gjavat ibn George Bush. Ja, hajt. Më hargju krediti. Po, e kam do punt. Po, hajt, flasim pra për këtë muabet. Të falla qikat, ha? Hajt, tëng. Mulla Gjavat ibn George Bush. Oh, shikush nderuar, ju keni dëgju krejt bisedën. Zoti i madh ka dash gjithçka me përfundu mirë. Dhe s'ka lidhje që jeni musliman. Elhamdulillah. Zoti ju shpërbleft dhe natën e mirë. Okej, o kry gjërim. Faleminderit.